Something was Dobit e lëmoshës. Dobit e lëmoshës janë të pafundme, por ne do t'ju përmendim 12 prej tyre. E para, lëmosha i hap dyert e xhenetit. E dyta, lëmosha është më e mira ndër veprat e mira dhe lëmosha më e mirë është ushqimi i të varfërve. E treta, lëmosha i bën hije pronarit e saj ditën e Kiametit dhe e liron nga zjarri i xhehenemit. Së katërti, lëmosha e fik zemërimin nga Allahu. Së pesti, lëmosha është ajo më e mira që i dhurohet të vdekurit dhe që i bën më së shumti dobi. Së gjashti, lëmosha është pastrim për pasurinë dhe pastrim për shpirtin dhe shkak i shtimit të shpëblimeve. Së shtati, lëmosha është shkak për mbjelljen e lumturisë dhe ndriçimit të fytyrës ditën e Kiametit. Së teti, lëmosha pronarin e saj e siguron dhe e mbron nga frika e ditës së Kiametit. Së nënti, lëmosha i shlyen mëkatet dhe i falen gjunahet. E dhjeta, lëmosha është një nga përgëzueset e përfundimit të mirë dhe shkak për lutjen e melekëve. E 11, ai që jep lëmoshën është nga njerëzit e zgjedhur dhe për dhënien e saj shpërblehen të gjithë ata që marrin pjesë në të. Dhe e fundit, ai që e jep i janë premtuar mirësi të shumta dhe shpërblime të mëdha në dunja dhe në ahiret.